5 shenja shpirtërore që po ndodhin në jetën tënde pas hapësirës së fuqishme të 29 tetorit. Përshëndetje të gjithëve. Sot, më 29 tetor 2025, po flasim për një hapësirë të fuqishme që u hap në univers. Kjo energji nuk është diçka imagjinuar, ajo është aktive, pulson rreth nesh dhe brenda nesh. Nëse ke ndjerë një tërheqje të brendshme, një thirrje për diçka më të madhe, atëherë kjo video është për ty. Do të zhvillojmë 5 shenja shpirtërore që po zhvillohen pikërisht tani në jetën tënde. Këto nuk janë thjesht fjalë, janë udhëzime për të kuptuar se çfarë po ndodh brenda teje. Do të marrim kohë për secilën pikë, duke e thelluar që të ndjesh lidhjen. Merr një frymë të thellë, relaksohu dhe lejo që këto fjalë të rrjedhin në ty. Le të fillojmë me shenjën e parë. Pika 1. Ndryshimi i hënës dhe energjia e brendshme. Shenja e parë është ndryshimi i hënës që ka ndryshuar energjinë rreth dhe brenda teje. Hëna, si forcë natyrore, nuk është thjesht një trup qiellor, ajo është një pasqyrë e emocioneve tona të fshehura, e ritmeve të brendshme që na udhëheqin pa e kuptuar. Kur hëna ndryshon fazën e saj, siç ka bërë së fundmi, ajo trazoi ujërat e jetës tënde. Imagjino si një valë e butë që fshin rërën e vjetër nga bregu, kështu po ndodh me mendimet e tua. Po mendon më thellë tani, apo jo? Nuk jem më i kënaqur me përgjigje sipërfaqësore, po bëm pyetje që dikur i shmangje. Pse jam këtu? Çfarë doja vërtet? Si mund të gjej paqe të vërtetë? Këto pyetje nuk janë pengesa, ato janë hapa drejt pjekurisë. Pjekuria nuk vjen nga mosha, por nga momenti kur fillon të pranosh se kontrolli i vërtet nuk është mbi botën e jashtme, por mbi reagimet e tua të brendshme. Po arrin atë pikë ku mendimet nuk të sundojnë më, ti drejton ato. Imagjino si po merr kontrollin mbi frymën tënde, çdo inhalim të mbush me qartësi, çdo ekshalim heq peshën e panevojshme. Kjo energji e hënës po të fton të kërkosh paqe jo në distancë, por brenda. Provo të pyesësh veten sot, çfarë pyetje po më mundon më së shumti? Dhe më pas, dëgjo përgjigjen pa gjykim. Kjo është pjekuria që po lind, një fuqi e heshtur që të bën më të fortë, më të qetë, më të lidhur me veten. Vazhdo të ndjekësh këtë rrjedhë, ajo të çon drejt një versioni më të plotë tëndin. Pika 2. Momente të përsëritura si shenja të mrekullisë. Tani, le të kalojmë te shenja e dytë, momente të përsëritura po të tërheqin vëmendjen. Këto nuk janë rastësi, ato janë sinjale nga universi, si mesazhe të koduara që presin të deshifrohen. Ndoshta ke parë të njëjtin numër orë pas ore, ose ke dëgjuar të njëjtën frazë nga njerëz të ndryshëm, ose një dritare e hapur pa pritur në mendjen tënde të kthen te një kujtim i vjetër. Çfarëdo që të jetë, kjo nuk është fatkeqësi, është një thirrje e butë që thotë, po i afrohesh një mrekullie. Mrekullia nuk është diçka magjike që bie nga qielli, ajo është përputhja e energjive që ke mbledhur brenda. Kur universi të dërgon këto përsëritje, po të thotë se je në rrugën e duhur, si një busull që dridhet për të treguar veriun. Merr kohë për të vërejtur, sot, kur të ndodh sërish, ndalo dhe pyet, çfarë po më thot ky moment? Ndoshta është një kujtesë për të falur veten, ose një ftesë për të hapur një derë të re. Këto shenja po tërheqin vëmendjen sepse je gati për to, më parë do t'i kishin shpëtuar. Tani, ato po ndërtojnë një urë drejt asaj mrekullie, një mundësi, një lidhje, një zbulim që do të ndryshojë gjithçka. Beso në to, ato nuk janë pengesa, por porta. Sa herë të ndodh, buzëqesh dhe thuaj, faleminderit, po e pranoj. Kështu, po i afrohesh asaj pike ku gjithçka lidhet, ku jeta bëhet një rrjedhë e paharrueshme e sinkronizimeve. Kjo është fuqia e shenjave, ato të çojnë te mrekullia që po pret. Pika 3. Klariteti emocional dhe lirimi nga e shkuara. Shenja e tretë është klariteti emocional. Po sheh gjërat ndryshe tani, apo jo? E shkuara që dikur të rëndonte si një barë e pashmangshme, po zbehet gradualisht. Nuk je më i mbërthyer nga dhimbja e dieshme, po kupton pse gjërat ndodhen ashtu siç ndodhen. Ky klaritet nuk vjen papritur, ai lind nga energjia e kësaj hapësire të re që po pastron rreth nga mendja jote. Imagjino si një dritare e pastruar pas një stuhie papritur, drita hyn e qartë, duke zbuluar ngjyrat e vërteta. Po sheh se çdo eksperiencë e vjetër nuk ishte dështim, por mësim, ajo lidhja që nuk funksionoi të mësoj kufit e zemrës tënde, ai dështimi profesional të tregoj forcën e ringritjes. Tani, po kupton se gjithçka ka qenë një pjesë e mozaikut, jo për të të lënduar, por për të të formuar. Kjo nuk do të thotë se haron, do të thotë se fal. Falja nuk është për të tjerët, është për ty, për të liruar hapësirën për gëzim të ri. Kur mendon për të kaluarën sot, ndjen lehtësi, apo jo? Kjo është shenja, po ecën drejt një versioni të lirë të vetes. Provo këtë ushtrim, mbyll sytë dhe imagjino një fije që lidh çdo moment të vjetër me të tashmen, thuaj, faleminderit për mësimin, tani jam i lirë. Ky klaritet emocional po të hap sytë për mundësi të reja, duke të bërë më të fortë në vendimmarrje. Vazhdo të ushqesh këtë qartësi me reflektim të përditshëm, ajo do të bëhet lumi yt i brendshëm i paqes. Pika 4. Ndryshimi i qetë i brendshëm dhe vendimet e guximshme.
Dhe ja shenja e katërt, një ndryshim i qetë brenda teje po shfaqet në mënyra të papritura. Nuk është një shpërthim i madh, është si një far që shpërthen nën tokë, duke shtrirë rrënjë pa shurm. Po ndjek instinktet e tua tani, duke marrë vendime që më parë ti ishe i frikësuar. Kjo frikë nuk ishte armik, ishte mbrojtës, por tani po e të i kalon sepse energjia e brendshme ka rritur. Imagjino si një zë i butë brenda që flet më fort, bëje këtë, thuaj po për atë. Dhe ti e bën, sepse di se është e saktë. Këto vendime, ndoshta të lë një punë që nuk të plotëson, ose të hap zemrën për një bisedë të vështirë, po shfaqen në mënyra të papritura, një ide që lind gjatë një shëtitjeje, ose një ndjesi që të shtyn të veprosh. Kjo nuk është impulsivitet, është intuitë e rafinuar nga kjo hapësirë universale. Po ndryshon brenda, duke u bërë më i guximshëm, më i ndjeshëm ndaj rrjedhës së jetës. Kur merr një vendim të tillë sot, ndjen një val lehtësie pas saj, apo jo? Kjo është shenja se po harmonizohesh me veten e vërtetë. Vazhdo të dëgjosh atë zë të brendshëm, ai nuk gabon. Çdo hap i vogël po ndërton një jetë ku frika zëvendësohet nga besimi. Ky ndryshim i qetë po të transformon gradualisht duke të bërë versionin që gjithmonë ke dashur të jesh. Pika 5. Transformimi i dukshëm dhe tërheqja e njerëzve të rinj. Së fundi, shenja e 5, transformimi bëhet i dukshëm. Po vëren se përpjekjet e tua po japin rezultat dhe po tërheqin njerëz të rinj në jetën tënde. Kjo nuk është magji, është harmonizimi i brendshëm dhe i jashtëm. I brendshëm, ke punuar me veten, me ato pyetje të thella, me ato shenja të përsëritura, me atë klaritet dhe guxim, dhe tani, jashtë, po reflektohet. Njerëzit e rinj nuk vinë rastësisht, ata tërhiqen nga vibracioni i ri, nga ajo dritë që po ndizet brenda. Ndoshta një bisedë e rastit shndërrohet në miqësi të thellë, ose një mundësi pune vjen pa e pritur. Përpjekjet e tua, ato netet e reflektimit, ato vendimet e guximshme, po lulëzojnë tani. Kjo është fuqia e harmonizimit, brenda dhe jashtë bëhen një. Po vëren ndryshime të vogla që rriten, një buzëqeshje më e sinqertë në pasqyrë, ose një falënderim nga dikush i panjohur. Ky nuk është fundi, është fillimi i një cikli të ri ku tërheq atë që meriton. Vazhdo të festosh këto rezultate të vogla, ato po të çojnë drejt më të madhes. Harmonizimi yt po krijon një rrjet të ri lidhjesh, ku njerëzit e duhur vinë për të të mbështetur në udhën tënde. Përfundim. Kështu mbarojnë 5 shenjat shpirtërore që po zhvillohen në jetën tënde, duke të kujtuar se universi po flet me ty në mënyrën më të butë dhe më të fuqishme të mundshme. Nëse ndjen një lidhje të thellë me to, përgatitu të përqafosh të ardhmen me besim të plotë, sepse ky nuk është fundi i një cikli, por fillimi i një transformimi që do të ndryshojë gjithçka për të mirë. Kjo hapësirë e fuqishme e 29 tetorit nuk është e përkohshme, ajo është një ftesë e përjetshme për të jetuar më thellë, më autentikisht, duke u lidhur me atë forcë të brendshme që gjithmonë ka qenë aty. Merr një moment tani për të reflektuar, cila nga këto shenja të prek më fort dhe si do ta përdorësh sot për të hapur një derë të re. Faleminderit që ndave këtë kohë me mua. Dita jote bëhet më e ndritur për çdo vizitor si ti. Nëse kjo video të preku zemrën, pëlqeje, abonohu për më shumë udhëzime shpirtërore dhe shkruaj në komente cilën shenjë ndjeve më fort. Ndoshta historia jote do të frymëzojë dikë tjetër. Ne takohemi sërish së shpejti me më shumë dritë dhe energji. Paqe, dashuri dhe dritë e pafund për ty.